Sulmet të tilla nuk janë të pakta. Policia e Kosovës ka konstatuar në vazhdimsi sulme kibernetike DDoS që konsistojnë të paralizimi i funksionimit të faqeve të internetit, por të cilat në kuadër të një targetimi më të avancuar mund të konsistojnë të objektiva si mbledhje informacioni, manipulimit të dhënave, spionazh e të tjera. Dhe grupe të cilat nëse i referuame raportimeve nga institucionet tona të sigurisë, për shembull, para pak vitesh është konstatuar një grup pro-rus, Killnet, që qëndron pas këtyre aktiviteteve kundër institucioneve të Kosovës. Dhe në qoftë se kemi parasysh objektivat e strategjisë hibride të Serbisë, dhe nëse në anën tjetër kemi parasysh sinkronizimin e strategjisë së Serbisë me strategjinë ruse, atëherë po duhet të kemi parasysh që sulmet kibernetike janë pjesë e strategjisë për destabilizimin e Kosovës që vjen nga Serbia dhe që mbështetet nga ana e Rusisë. Qëllimet e këtyre sulmeve janë të ndryshme, ato nuk kufizohen vetëm në përpjekjet për mbledhje informacioni, siç e thash, apo për spionazh dhe manipulim të dhënash, por edhe në qëllime politike që mund të kenë për qëllim shkaktimin e panikut, mund të kenë për qëllim krijimin e mosbesimit të qytetarëve në institucionet e Kosovës, në funksionalitetin e institucioneve të Kosovës. Dhe në këtë kuadër, natyrisht, ne në institut i trajtojmë me seriozitet sulmet që njihen si skeda, pra ato që targetojnë, ose që eventualisht mund të targetojnë, gjithmonë në kuadër të paralajmërimeve, mund të targetojnë infrastrukturën kritike, për shkak se sulmet kibernetike duhet i trajtojmë gjithmonë si pjesë të strategjisë hibride e cila kombinon operacione të ndryshme bashkë me sulmet kibernetike, siç është dezinformimi, lufta narrative e të tjera, e që konsistojnë të shkaktimi i pasigurisë publike dhe humbja e besimit të qytetarëve tek institucionet. Pra, situata me nivelin e sigurisë kibernetike në Kosovë, sipas vlerësimeve ndërkombëtare, nuk është në nivelin më të mirë të mundshëm. OECD vlerëson që Kosova ka një infrastrukturë tashmë të konsoliduar të mbrojtjes kibernetike me ligjin për siguri kibernetike, strategjinë kombëtare 2023-2027, Agjencinë e Sigurisë Kibernetike. Mirë po problemi mbetet te kapacitetet operacionale, përkatësisht te kapacitetet profesionale dhe te sertet, ato që njihen si serte, për reagim dhe menaxhim të krizave të tilla, dhe prandaj ne vlerësojmë që Kosova duhet të vazhdoj të intensifikoj bashkëpunimin strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian në mbrojtjen sa më efektive të hapësirës kibernetike në vendin tonë dhe në veçanti me fokus në infrastrukturën kritike, për shkak se sulmet që ju i përmendët mund të jenë një lloj paralajmërimi i ndonjë sulmi më të madh, siç e kemi vrejtur sabotazhin në kanalin e Iberlepencit në vitin 2024, që mund të targetojnë infrastrukturën kritike të energjisë, të ujit, të telekomunikimeve e të tjera, dhe që pastaj të kombinuar me operacionet të tjera hibride mund të kenë për qëllim destabilizimin e vendit. Gjithmonë kur në Kosovë ka probleme të tilla, siç fatkeqësisht po na përcjell ngërçi politik me formimin e institucioneve, natyrisht që duhet të presim
intensifikim të operacioneve hibride që kanë qëllime armiqësore kundrejt Kosovës, dhe në këtë kuadër natyrisht që aktiviteti kryesor edhe në nivelin e propagandës, edhe në nivelin e sigurisë dhe në nivelin e politikës, i cili konsiston të destabilizimi i Kosovës, vjen nga Beogradi zyrtar. Pra, nëse i referuemi agresionit vazhdueshëm me të cilin përballet Kosova nga ana e Serbisë, atëherë padyshim që aktivitetet kryesore që cenojnë sigurinë nacionale të Republikës së Kosovës duhet t'i presim nga Serbia me mbështetjen e Rusisë. E përmenda, pra përveç OECD-s, ka gjithashtu edhe një vlerësim tjetër nga ana e FMN-s për nivelin e sigurisë kibernetike të Republikës së Kosovës, i cili ndonse sa i përket kornizës ligjore tashmë është i konsoliduar, ndonse sa i përket institucionet kryesorë që duhet të garantoj sigurinë kibernetike të vendit tonë, tashmë e kemi, Agjencinë e Sigurisë Kibernetike, dobësitë strukturale evidentohen në kontekstin e kapaciteteve profesionale. Pra, ajo çka ne gjykojmë është që Kosova duhet të prioritizoj përpjekjet për rritjen e kapaciteteve profesionale nëpërmjet funksionalizimit të serteve si mekanizmat e reagimit dhe menaxhimit të çfarëdo pasojë eventuale që mund të vijë nga sulme të tilla.